një karvan me udhëtar. Karvani ishte i mbushur me copa mandafshi, me ushqime. Dhe ecte në rrugën e tij. U futën në një kasaba, në një qytet ku të qëndroni. Dhe u futën në një han me gjithë devet e tyre. Në atë kohë aty filluan po flisnin. Ku veni? Çfarë është tër ky mall? Çfarë janë tër këto deve? Dhe të tërë filluan po flisnin tër qytetin. Atëherë, i moshuari që ishte në krye të karvanit, thjesht tregoi argjendin e deves që kishte në qafë. Ndihmësi i tij u bë gati të hidhi dhe t'u kthehej. Atëherë, i moshuari e mbajti fort dhe i tha: "Mor birë, tha, që të harish suksesin, tha, është të shikosh përpara. Në rrugën tonë gjithmonë do ketë njerëz që do lehin, që do të kundërshtojnë, që do të shajnë. Në qoftë se ti do merresh duke u kthyer përgjigje atyre, atëherë ti asnjëherë s'ke për të arritur aty ku do. Prandaj, lëre të flasin se kjo është punë e tyre." Më tutje, disa qenë, duke parë madhështinë e deves që rinte, po lenin. Dhe deve as kokën nuk ktheu. Vazhdonte të rinte krye larg dhe krenare. Në atë kohë i moshori tregoi shoqërusit: "Shko atje për tej. Mëso pak nga deveja." Dhe kjo është për jetën e sotme. Në qoftë se fillon një punë, mos fol. Në qoftë se fiton diçka, suksesin, mos fol. Sepse njerëzit rreth karvanit gjithmonë do të thonë: "Ti nuk ecën dot. Kush e ti të ecësh? Po nuk je fuqishme, po nuk ke lek, nuk mund të ecësh përpara. Por mos harro se brenda ke një program që ta ka dhënë krijuesi. Dhe këtu je për një qëllim. Prandaj, asnjëri nëse ne do ishim të lidhur kaq shumë pas materjes, Zoti totalitet shpirt do i lidhte këto trupa bosh, guacka, kurse për brenda shpirti është hyjnor. Dhe brenda kemi një grimc nga krijuesi, nurin. Prandaj, nuk kemi nevojë për të pyetur dikë për udhëtimin tonë, pasi buslën e kemi brenda. Dhe kemi më shumë potencial, keni më shumë potencial nga çfarë quani. Në qoftë se doni të arrini diku, shkoni vetëm përpara. Qenë le të lehin, sepse ajo është punë e tyre. Shikoni karvani ecën gjithmonë përpara. Faleminderit që